i drejtohet nusja vjerës. Si mos mi bo punë, si? Po si t'i le shqent një javë pa latje, t'bi kolera, duhet mi la dikush. Si t'a le shpi zhull, duhet me la dikush. Një javë shpia pa pastru, duhet me la dikush me fshime pastru. Se a keni bo edukat qytetare, oj gra, keni bo edukat qytetare që në fillore, edukat shëshore dhe qytetare, kur jeton me njerës, ka ambjentet përbashta që duhen pastru. Më kuptan? Edhe qose ti për shembull je zhulse, ai tjetri nuk është zhuls, edhe duhet me pastru. Se si t'a le shpi zhulti, ti e duron zhullin për shembull, po se duron ai tjetri zhullin, ose e kundërta. Pra, duhet bo pastrimi shtëpis. Sa është jetë në komunitet, është jetë ndan jetën me njerëzit. Por është shko sa ndan jetën me njerëzit, se kështu e ke zgjedh. Ke shku ke jetu vetë me vjerën në shtëpi. Mos i zgjedhje me jetu me vjerit edhe bëj jetën si doje. Momenti që ti ke zgjedh jetosh me vjerit, janë disa rregulla që duhet i përshtatesh. Pra duhet i përshtatesh edhe atij tjetrit. Ti je zhulaç, ai sa zhulaç, e pastron shtëpinë. Si mos ta pastroj shtëpinë? Pra është e detyruar ta pastroj. S'ka thënë kush mi bo, po thot puna vet. Ti ke në zhul atje, 2 javë pa la. E ke shtëpinë zhul atje. E ke thërrime mbeturina të zan shtëpia krima. Si? A do pastroj shtëpia? Normalisht do pastru. Kështu është e detyruar vjera ose vjeri ta pastroj shtëpinë. Çaj keni këto budalliqe. Shkon fëmia jot atje, i kërkon buk vjerët. Jo më jepi buk veti, se do të më shku vjeri me i dhon buk fëmistat. A sa të thon kush mi dhon, po ti kërkon fëmia. Ço ti si prind jepi buk. Pra, vjeri dhe vjera po ti kryen punë, po ti bën punë se do thosh ti, si kam thënë mi bë, e s'kam se mi bë shërbim. Jo, do i bë shërbim si qeçua. Se përderisa ti je shtëpi zhul, ajo shtëpia duhet pastru, përderisa ti e në cilan, përderisa ti zgatun, përderisa fëmijët nuk ju gatun ushqim, nuk kujdesesh për ta, pra je detyruar t'ja kthesh ti ç'keme to si qeçua shërbimin. Bashkë me fëmijët e tjerë, po edhe ti si nuse je detyruar, e ke marrë shërbimin, t'ka pëlqyer shtëpia e pastër, ato janë të lara, i gatimi gati. Gjitha atëherë vjera ose vjeri është konsumu duke të shërby familjes tate dhe në rritjen duke kontribuar në rritjen e fëmijëve tu dhe detyrimisht do i shërbesh edhe ti. Bashkë me djalin, bashkë me fëmijët e tjerë. Po edhe ti je detyruar. Madje më shumë je detyruar ti, se ke marrë shërbim nga një njeri që se njeh, se sa fëmijët e vet. Se me fëmijët e vet e ka ato atë ndjesin e ka detyrim. Fëmia i shërben për detyrim, kurse ti e ke detyrim shumë herë më të lartë, sepse e ke marrë shërbimin nga një njeri që s'të lidh asgjë. Kështu që edhe fëmijë duhet i shërbejnë, po edhe nusja, po e mori shërbimin. Në momentin që nusja nuk merr asnjë shërbim nga vjerit, absolutisht zero shërbim, as pastrim shtëpie, as larje enash, as një gjë, atëherë po. Nusja nuk duhet i shërbej as vjerit as vjerës, absolutisht në mënyrë absolute. Në këtë rastin këtu duhet i shërbejnë vetë fëmijët. Besoj se isha e qartë me mesazhin.